New Yorku është qyteti ku ëndrat lindin, por për disa është edhe vendi ku ato shkatërohen përgjithmonë. Në një ndërtesë luksoze në zemër të Manhattanit, pas dyerve që sot duken krejt normale, fshihej një realitet i errët që askush nuk e shihte. Ajo ishte vetëm 19 vjeçe, vetëm, pa para, pa përvojë, me një ëndër të vetme, të bëhej modele. Asaj u premtua sukses, lidhje me botën e modës, një shans që nuk vjen dy herë. Por ajo që e priste pas asaj dere nuk ishte një mundësi. Ishte Jeffrey Epstein. Dhe ajo ditë nuk ja ndryshoi vetëm jetën, ja ndau jetën në para dhe pas. Kiki Doe thotë se gjithçka nisi në New York. Ishte shumë e re, vetëm 19 vjeçe, dhe jetonte në një apartament modelesh në Midtown, diku rreth 42nd Street. Një apartament i madh, ku her pas here jetonin 3 vajza, her të tjera 20. Të gjitha ishin pothuajse të së njëjtës moshë. Të gjitha ishin ardhur në qytet me të njëjtin ëndër, të bëheshin modele. Ajo ishte vetëm në New York, për herë të parë në jetën e saj. Dhe sot thotë se pikërisht kjo e bëri atë një shënjestër të lehtë. Industria e modelingut, sipas saj, ishte një terren perfekt për njerëz si Jeffrey Epstein. Vajza të reja, ambicioze, të bukura, që vinin nga e gjithë bota, të gatshme të sakrifikonin gjithçka për një shans. Dhe Epstein ishte njeriu që u premtonte se mund t'ua bënte ëngrat realitet. Ai u shfaq si dikush që kishte lidhje, pushtet dhe ndikim, thot ajo. Në fillim gjithçka po shkonte keq për karrierën e saj. Agjencia i kërkoi të priste flokut shumë shkurt, një stil që nuk i shkonte as pak. Pas kësaj, e hoqën nga kontrata. Papritur ajo mbeti pa punë, pa para dhe pa mbështetje. Për të mbijetuar, filloi të punonte si hostes në një coffee shop i njohur, një vend legjendar ku shpesh punonin modele dhe aktore. Dhe pikërisht aty ndodhi takimi që do t'ia ndryshonte jetën. Një ditë, një vajzë e re, shumë e bukur, bjonde, ju afrua dhe i tha se ishte e mahnitshme. Pastaj i përmendi një mundësi. Ajo punonte për një burr shumë të pasur. E quante klient, një burr që pëlqente masazhet dhe paguante $100 për vetëm 30 minuta. Më tha se ai kishte lidhje me botën e modës, se njihte supermodele. Ajo u përpoq të refuzonte. Tha se nuk kishte asnjë eksperiencë me masazhe, por përgjigja ishte e thjeshtë. Nuk ka rëndësi, atij i pëlqejnë vajzat e reja dhe të bukura. Ajo ishte e thyer financiarisht, e pasigurt, dhe thellë shpresonte se ky njeri mund ta ndihmonte të ringrihej. Takimi u shtaktua rreth mesditës. Kur arriti në adresë, derën ja hapi një shërbyese. Një grua që mexi e shikoi në sy, pa buzëqeshje, pa përshëndetje. Ajo e çoi drejt një ashensori të brendshëm që të ngjiste në katin e dytë. Nuk kisha parë gjë të tillë, thot ajo. Shtëpia ishte e frikshme, e ftohtë. Ajo ul dhe priti, ishte shumë nervoze. Pastaj ai hyri, Jeffrey Epstein. Sipas saj ai u soll qetë, sikur gjithçka ishte rutinë. Filloi biseda të zakonshme. Si ju quhet, nga ishte. Kur i tha se ishte nga Teksasi, ai qeshi lehtë, sikur e armutonte. Por brenda saj, diçka ishte ndryshuar. Në momentin që dera u mbyll, ndjeva sikur isha bllokuar. Ajo thot se që në atë moment e kuptoi se diçka nuk ishte në rregull. Ajo përpiqet mos të hyjë në detaje, por thot qartë se ajo që ndodhi më pas nuk ishte ajo që ishte premtuar. Situata doli jashtë kontrollit. Ajo ishte e friksuar, e hutuar dhe nuk dinte çfarë të bënte. Psikologët e shpjegojnë këtë reagim si lufto, ik ose ngriu në vend. 3 reagime instinktive të trurit ndaj rrezikut. Dhe ajo në atë moment nuk mundi të lëvizte. Isha vetëm 19 vjeçe, dhe kjo ishte përvoja ime e parë me diçka intime, thot ajo sot. Kur gjithçka përfundoi, ai dha $200, pa shpjegime, pa ndesi. Pak minuta më vonë, shërbyesja u kthye dhe e nxori jashtë. Nuk e kuptonte çfarë më ishte ndodhur. Isha e mbirë. Sa po doli, telefonoi nënën e saj duke qarë. I thash, eja më mërë tani, nuk mund të jem më këtu. U kthye në shtëpi, por siç thot vetë, nuk u ndjeva më njëjtë më parë. Nuk isha më ajo vajza.
Vite më vonë, ajo u kthye sëris përpara asaj dere. Terapisti i saj i kishte thënë se rikthimi në vendin e traumës mund të zgjonte kujtima të mbyllura. Dhe ashtu ndodhi. Edhe sot, kam ndjesinë sikur ai është ende aty pas atyre dyrëve. Ajo thot se ende mendon për shërbëyesen. Pse nuk tha gjë? Pse nuk ndihmoi? Ajo beson se ajo e dinte çfarë po ndodhte. Ajo mbylli derën dhe ajo ndjesie të qenit e bllokuar më ka ndjekur gjithë jetën. Sot njerëzit kalojnë pranë asaj shtëpie sikur të ishte çdo ndërtesë tjetër. Askush nuk ndalet. Askush nuk e di çfarë ka ndodhur brenda. Ironia sipas saj është se Jeffrey Epstein kishte kamera sigurie ku gjën, sikur ai ishte viktima. Por në të vërtetë ishte bota që duhet të mbrohej prej tij. Ajo e përshkruan atë vend si të errët, të ftohtë, të mallkuar. Dhe pyetja që ende e ndjek është e njëjtë. Pse më ndodhi mua? Sot ajo ndërtesë është ende aty. Njerëzit kalojnë pranë saj çdo ditë, qeshin, flasin në telefon, bëjnë foto. Askush nuk ndalet. Askush nuk e di çfarë ka ndodhur brenda atyre mureve. Jeffrey Epstein është i vdekur, por për viktimat e tij, ajo histori nuk ka mbaruar kurrë. Trauma nuk ka datë skadimi. Frika nuk zhduket me kohën dhe kujtimet nuk mbyllen pas dyerve luksoze. Kjo nuk është vetëm historia e një vajze, është historia e shumë zërave që u heshtën, e shumë dyerve që u mbyllen ka brenda. Dhe pyetja që mbetet ende pezull është kjo. Sa histori të tilla ka ndodhur pa u treguar kurrë? Kjo histori nuk është vetëm për këtë vajzë, është për qindra, ndoshta mijëra të tjera që nuk patën zë, që u friksuan, u heshtën, ose u detyruan të jetojnë me plagë që nuk duken. Emra si Jeffrey Epstein nuk janë thjesht individ, por simbole të një sistemi që për vite me radhë mbrojti të fuqishmit dhe injoroi viktimat. Nëse po e shikon këtë video dhe ke përjetuar diçka të ngjashme, dije një gjë, faji nuk ka qenë kurrë i yti. Heshtja nuk të mbron, por e vërteta po. Edhe kur duket e frikshme, edhe kur mendon se askush nuk do të besoj. Këto histori duhet të tregohen, jo për sensacion, por për drejtësi, për të mos u përsëritur, për të mos u harruar dhe për të kujtuar të gjithëve se pas çdo skandali ka njerëz të vërtet, jetë të vërteta dhe dhimbje reale. Nëse kjo histori të preku, mos e injoro, ndaje, fol, mbështet ata që guxojnë të flasin, sepse vetëm kështu errësira humbet fuqinë e saj.